Na ka sjellur projekte të ndryshme muzikore, profesioni i saj është arkitektura, ndërka shkove të fundit e kemi parë edhe në rolin e moderatores. E kanë fjalën për këngëtaren Eliza Hoxha, e cila vjen sonte në një rrëfim për veten në prive për të na treguar shumë detaje nga jeta e saj private dhe personale. Ku ishte ajo disa muaj që nuk patëm rastin ta shohim, na tregon më së miri ajo vetë. Që ikësh nuk është opcion, të jesh këtu është mision, duket e pamundur, ti mos u dorëzo jo. Është personalitet i rrallë mbrapa të cilit fshihen shumë profesione. Përditshmëri ka arkitekturën, që një kohë shohim edhe në rolin e moderatorës, por muzika e plotson atë. Pavarësisht dashurisë ndaj kësaj të fundit, u bën shumë kohë që Eliza Hoxha largoi nga vetja petkun e këngëtarës. Unë jam përcaktuar në një moment caktuar që ka qenë gjatë studimeve të mia në Belgjikë në 2004-2006, që cili do të jetë rrugtimi im në jetë, edhe cili do të jetë profesioni im primar. Natyrisht muzika s'ka qenë asnjëherë profesion kuptimin e legjitimimit si shkollë, por unë jam rrit në ambient muzikor, prej babit, prej motrës, vllau, domethënë pjesa më e madhe e familjes që janë muzikantë profesionist, plus që sendi i parë një jetë që e kom bërë, domethënë prej 5 vjet kur mbaj mend veten, e para kom qenë para publikut, domethënë me këngë që babi ka kompozuar për mua atë kohë si fëmijë. Prej atëherë, me të thonë drejtën, jam shumë rahat në krejt çka bëj. Prioritetet e saj tashmë kanë marrë formë dhe i gjithë fokusi bie mbi çdo gjë që lidhet me arkitekturën. E kjo është edhe arsyeja pse ajo përkohësisht nuk ishte në Kosovë. Duke qenë angazhuar në profesionin tim, edhe mandej me disa projekte tjera që kanë ardhur, ndoshta me thonë krejt pa plan, po që në fakt unë i kom përqafuar me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi edhe me shumë vullnet për mi punu, sepse kanë qenë një kohë edhe sfiduese edhe për mua. Fjala është edhe për emisionin që kom filluar me punu për arkitekturë, Chelsea, po në të njëjtën kohë edhe angazhimet e mia në studimet e doktoraturës në Universitetin Teknik në Graz. Gjithsesi, pas misionit të saj mbi studimet dhe angazhimit me emisionin për arkitekturën, Eliza përsëri i është rikthyer universitetit dhe rutinës me studentët e saj, por jo vetëm. Ajo së fundmi i është bashkuar projektit për krenari, i cili u realizua për festën e 28 nëntorit. Kur e kemi diskutuar temën qysh tek, pse, ideja ka qenë glory, domethënë si triumf, lavdi, madhështi, shkëlqim, krenari, që nëse e shikon fjalën në anglisht, i ka krejt kuptime, ajo që në shqip gjithmonë, domethënë, kufizohet shumë. Por duke qenë që për krenarja, domethënë, për krenarja e thjesht, domethënë, ishte pjesë e imazhit, atëherë domethënë ideja ka qenë që me titullu për krenari në idenë edhe të kombit shqiptar gjithandej. Ky projekt nuk ishte krejt rastësi. Eliza Hoxha është në përgatitje të disa produkteve dhe realizimi i një seti fotografik ishte i nevojshëm. Është një dëshirë imja që këngët e viteve 80 me cilat unë jam rrit, por jo shumë prej tyre janë të njohura për publikun, zakonisht njohin këngët e gjurmëve, Minatorit ose 403 që janë shfrytzuar shumë edhe në bare edhe në për kafene të shumta të muzikës live. Unë kam piketu disa këngë tjera të cilat edhe mu më kam bërë përshtypje si fëmijë, edhe ndoshta kanë qenë pikë referente lokale në atë kohë për mua, si muzikë. Edhe i kom rikthy, i kemi punu me Florentin, jemi mundu me mbajt vinë melodike, por i kemi fresku dhe me thonë me orkestrime të reja. Dhe projekti është i kry, prej para se me shku në Graz, dhe kam bit, dhe me thonë, kështu peng i rrethanave dhe i angazhimeve të mia, por që shpresoj që shumë shpejt, të paktën ai projekt të dalë, e mandej, do më thonë, ti përfundoj edhe 4 këngë që kanë bërë prej albumit të tretë që s'o kry kur. Ndryshe nga karriera, jeta private vazhdon të mbetet e njëjta. Arsyet me t'i thonë si di. Se di, nështë njerëz më shohin ka një herë si tip shumë kompleks, që edhe janë, sepse kom dëshirat shumë të bëj sene të ndryshme, provoj sene të ndryshme. Shpesh kjo bëhet pak e rëndë për botën mashkullore, kur je tip shumë kërkues, e unë jam kërkues edhe në relacione. Do të thonë sepse jap shumë në çka do të bëj edhe në çfarë do lloj relacioni, edhe natyrisht që pres fëmijën. Nuk i qes në peshore, por besoj në marrëdhënie, do të thonë, në idenë që aq sa jap edhe në marr. Do të thonë, edhe kohët e fundit nuk më ka rastis. Do të thonë, përtej tentativave që me ndërtu relacione, nuk ka rastis, do të thonë që ato nuk rrëzun është ameni, diçka më të qëndrueshme.
Pavarësisht kësaj, ajo po përmbyll një vit me përplot suksese, por më të veçanta për të do të mbesin udhëtimet. Midis 400 projekteve konkurruese, një prej projekteve, prej 50 projekteve që janë ka qenë edhe projekti im, është fjala për punë të rinj që është mbajtur në Suedi në Idea Camp, e titulluar me Idea Camp, Building the City. Edhe kom qenë shumë e lumtur që kom qenë pjesë e 50 projekteve që janë përzier, në atë kohë, dhe kjo ka ndodhur në shtator. Natyrisht, Bienalja që isha Rishtazin në Venedik, që është një prej dëshirave të mia prej se Kosova merr pjesë, domethënë vazhdimisht shkoj. Këto ngjarje mbyllin kapitullin e 2015-s për Elizën, teksa viti pasardhës do të shoqërohet me shumë projekte, ndërto ai që u prezantua vite më parë për të zhdukurit do të marrë një formë të re, e pasuruar me hulumtime.